rohet në Superligë. Duhet kalitje edhe nivelit intelektual, kemi përpos testeve psikologjike, testeve fizike, testeve teknike që ata i kalojnë, testeve në aspektin praktik edhe në aspektin teorik, përpos atyne nevojitet edhe nivel tjetër. Do më thonë, janë disa kriteret e cilët duhet, unë mendoj kështu, sidomos në ndeshje vendimtare, në gjysë finalet kupës, duhet caktohen refert me STEM. Po edhe mundësia prof me gabuta shumë pak, unë s'pe kuptoj se thjesht pe kam varën edhe për mujnë me shiqu so po dojnë, po kupton. Edhe tjetra s'po më pëlqenë shembull është boni gabim, se njerëzën edhe gjyqtarët gabojnë. Bërim ja mëra. Më mirë është me qëndru në atë gabim, se so me shku pe i gabimit në gabim, dhe me thonë, po këshyr mund zirë me gabim të vetëra. A tjetër është pëlec. Edhe kjo, dhe me thonë, është që kanë mundësin e vartë, dhe kanë mundësin, është mundësi shumë të pak të janë me gabu, se ata gabojnë, po kupton. Blendi? Kryesor është mos me pas tendencë me gjyku drejt. Kjo është arsyeshme se po kemi me tha dhe prova më herët, çdo javë ka polemiklinika shumë ndryshme, dhe me thonë të referat, jo e bone me qëllim, jo ke, jo s'ke, dhe me thonë, duke e pa marrë parasysh, e kanë varën edhe e kanë me sa djev nuk e kanë fare minut me shiqu varën, e kanë sa ardojnë që, se dhe me thonë Evropë nëse shiqen e është bjen nuta e gjyqtarit, këtu e kanë dhe me thonë me sa e djevën e kanë pa nut, edhe mujnë me shiqu sa ardojnë, varën. Blendi, se për këtë kësaj dukërije që po shkojnë e porritet në futbolin kosovar duke u tërhequr gjyqtarët kryesorë të ndeshjeve? Mendoj se çështja e arbitrimit është gjithmonë shumë komplekse dhe është shumë e komplikuar. Bëhet lajm gjithmonë në botë, te ne ky sistemi i zgjedhjes me Gogola, mendoj që s'është kondasht me u implementu, mendoj që... Gogla, jo Gogola. Gogola, një thuj. është dhe më thonë rëndësia... Po dhe Gogoli për Gogla, rëndësia ndeshjes dallon, dhe më thonë ka ndeshje cilat ndoshta janë të rëndësisë dytë, edhe ka ndeshje cilat do të një fokus pak ma i veçantë edhe do të profesionist. Kështu që mendoj që ndoshta si do të rikthehet ai sistemi vjetër. Me delegim. Okej. Po kalojmë, sepse po shkojmë drejt fundit të emisionit, po kalojmë në ligën e parë. Vëmendja kryesore do të jetë padyshim te grupi A. Po lexoj shpejt tabelën, Drenica në vendin e parë me 46 pikë, Liria 43 ka në pozicionin e dytë, Vllaznimi 41, Trepça 40, Trepça 89, falni, 40 dhe Trepça 38. Po ndalën atë pozita 5, pasi që këto skuadra matematikisht kanë gjasa për pozitën e parë edhe pozitën e dytë. Pozita e parë direkt në Super League, pozita e dytë barazhi me skuadrën tjetër nga grupi B. Shkojmë, të shohim 4 gjyrat e fundit të këtij stinori të Superligës së Kosovës. Shkojmë fillimisht me ndeshjet e Drenicës Rezia. Në javën e 24 do të kemi përballjen Drenica Besa e PS. Në javën e 25 do të kemi një përballje ndërmjet Rilindjes 1974 dhe Drenicës. Java e 26, Drenica Istogu, Raveci, Drenica në javën e 27. Të gjitha këtu skuadra gjenden në pjesën e poshtme të tabelës, për dallim nga Liria, cila do të ketë disa ndeshje më të vështira duke nisur nga kjo javë. Liria Trepça në javën e 24 do të takohen. Më pastaj kemi derbin Vllaznimi Liria, pastaj Liria Besa 5 dhe në fund Rilindja 1974 Liria. Prof, sa janë gjasat e Drenicës që ta siguroj vendin e parë? Apo e keni siguruar vetëse këtë vend? Jo, nuk është siguru, është është bërë një hap i madh. 4 gjiro më herët po lyp. Edhe 12 pikë lëre. Edhe 3 pikë është dallimi, vetëm 3 pikë është dallimi. 3 pika është diferencë dhe kjo matematikisht nëse Liria kishte me fitu të gjitha ndeshjet më shkurt, atëherë Drenica duhet me fitu 3 ndeshje dhe një barazim për me majt vendin e parë. Për me qenë. Kjo është një matematikë. Mi krahasu kundërshtar, prof. Me krahasu kundërshtar, normal që Drenica është pozitë më favorshme,
por kjo nuk do më thonë që